u preht në paqe. Ky homazh për ndarjen nga jeta të ish deputetit socialist Andis Harasani u bë shkak i debateve mes opozitës dhe mazhorancës në parlament. Kreu i demokratëve Sali Berisha akuzoi rilindjen se e përzuri deputetin e ndjer, deklaratë që solli dhe reagime të forta nga kryeparlamentare Elisa Spiropali dhe ministri për punët me parlamentin Taulan Balla. Nuk mund të mohohet se ju e përzutate dhe duhet të kërkojen ndjesë. Largimi i njeriu nga kjo botë nuk duhet të jetë objekt cinik diskutimesh partijake dhe elektorale. Ky moment mos kaloj vetëm si një moment nderimi nga ana e kuvendit, por edhe një përpjekje jonë për të ofruar atë ndihmë që mund të ofrojë shteti shqiptar për një deputet të dy legjislaturave të këtij kuvendi. Unë e di që bufi dhe korbi nuk janë larg njëri tjetrit, edhe bufi mund duket si korb her pas here, por ju lutem shumë, sa i përket kësaj çështje, lijeni familjen të kaloj këtë moment vështirë. Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula tha se mazhoranca po përgatitet për të nxjerrë nga burgu Erion Veliajin, sipas tij ka presion mbi personat e përfshirë në proces. Një koment për këtë çështje dha edhe kreu i opozitës. Merret vesh që qarkullojnë lajmet të vërteta që po intimidoni, po bëni gjithë format dhe mënyrat për të mbaruar. Aty keni problemin dhe aty keni mendjen. Për hallin e Erion Velis si ta lironi nesër, me gjithë format dhe mënyrat. Nuk mundet qytetarët mos e dinë se ju jeni ata që votuat në 5 minuta. Për arrestimin e Sali Berisha një kohë kur, o të mirë, nuk bërë asgjë tjetër vetëm mbrojta parlamentin. E bët, do u kthehet, karma u vjen mbrapa. Ky sesion parlamentar do vijojë deri me 20 mars për shkak të nisjes së fushatës elektorale.